Një shëndet për gratë që janë të mira, që nuk ikin, edhe për burra që punojnë, edhe i mbajnë mirë, ndërsa ato të tjerat. Po kush janë më shumë fajtor me nda? Unë them janë gratë. Unë them janë burra. Jo, s'janë burrat, jo. Në moshë madhe dalin atje, i nxjerrin e përdredhin, përdorin një fjalor që nuk të bëhet të hapësh. Ku ikin? Ikin. Gjetë një dashur tjetër. Po, i kallamort janë unë. S'pati makinë leksa duam. Nuk të shohin me së. O zoti mat, kështu më shkon dita ma duke buzëqeshur kur takoj këta njerëz kaq pozitiv, kaq energjik, kaq të sinqert dhe kaq plot me humor. Lalar, fshati, as e kisha dëgjuar ndonjëherë, as e kisha në mendje që mund të vija ndonjëherë, thjesht kur po kaloja më bëri përshtypje emri dhe thash hajde se po futem. Tani, përveç këtyre personazheve, ajo që më thua më është si në gjithë fshatrat e tjerë që janë larguar dhe shumë pak kanë mbetur këtu. Nuk ka probleme që të thuash një fshat totalisht i braktisur, jo absolutisht, edhe pak këta njerëz që kanë mbetur këtu, njerëz punëtor dhe të paktën ato gjërat e tyre i sigurojnë. Patjetër që kemi prindër të vetmuar, sepse janë larguar të rinj, familja që ne morëm ishte një familje shembull, sepse i kishte fëmijët aty, ishte një familje mrekullueshme. Sa flas, më duket me Salvatorin që hanga. Tani më thanë që këtu jeton një moshuar, të vita takoj edhe këtë, edhe pastaj marrim edhe pamje fshati, edhe mbyllim si muhabet lalarin këtu. Si jeni? Ju shqetësoj? Ju shqetësoj? Po thuaj një mirë se erdha. Unë kam nevojë për një gotë ujë të ftohtë sa është shumë vap. Po lek. Po qenin e ke të lidhur? Po këto çfarë janë? Çfarë është kjo? Çfarë është? O, tha se ishte shkure, po pemë di unë mor burr, po çfarë fruti është kjo? Të flesh gjumë? Au! Mere flesh gjumë. Ja, po kjo s'hahet. Po kur bëhet? Ajo, hajë, përpikja. Mirë se të gjeta një herë. Më pse ri kaq serioz? Me shëndeti, fort, i lodhur, i mërzitur. Ke punuar në tokat sot? Babo, kjo e nxehta kështu. Çfarë mbjellën shumë? Nuk mbjellet lloj-lloj. Që çfarë mbjellet unë e di, po them ti çfarë ke mbjell? Unë kam mbjell grur, misër, el. Vetëm për konsum vetjak apo edhe për t'i shitur? Për vete. Për vete. A mund të ulemi? Po. Si jam unë, si vi unë, si shpintime. Ti të njohin edhe. Në faktikisht më thanë disa zotrinja aty që shko tek ajo zonja se është shumë e mirë edhe Pashu jemi njerëz të mirë. për zotin po. Këtë po thoja që jeni të qeshur, se të gjithë kemi halle, por nuk ankojni. Edhe pse jeni të lodhur, e kupton? Jemi fshat me tradita. Fshat me tradita. Ja se do, o sa e mirë je. Unë për ty erdha, erdha për këtë. Qysh dukesh? Si ja kalon? Me shëndet. Sa e mirë shenke. Dëgjoj, se unë futem kështu 5 herë, po kur ja shoh syt njerëzve them që janë të mirë. Hajde një çik këtu, se dua të bëjnë çik muhabet për fshatin e për gjë. Çfarë e ke këtë zotrin? Djal. Ai djalin tha, majta shumë çfarë frutë është kjo? Të vë në gjumë tha. Të vë në gjumë. Po si, kur piqet kjo? Edhe mua nipi ma nxori në internet, se kam një nip. Si quhet? Kjo. Di u çaj thonë se. Çaj thonë se. Nuk e di çaj emri ka. Po ajo. Son se kam parë këtë nga zona. Kjo ka edhe në Kreta mua. Okay, nuk është e zonës si thotë. Prandaj nuk e di një emrin. Kjo në internet e ka. Emrin, edhe më tha nipi mua se kam doktor. Nipi, më tha mua nene kështu. Po të shqetësohesh, 6 kokra duhet të hash se thot ajo aty. Ashtu a? 6 kokra në darke, para se të flesh. Pra, jo kokra që pinë kur për gjumë? Ajo brenda është si menafer. Kur bëhet kjo? Shtator. Okej, do vi shtator të mars. Shtator. Hajde mirë, shumë sa ka nxjerrë? Po, ishte plot.
gëzuar me dhall, faleminderit edhe mirë se ju gjeta. Faleminderit dhe ju të dëgjoj të mirat. Faleminderit. Ju nga jeni në Afiri. Tërë botë do dalësh të Do thonë, qa bërë? E di ai nga jam, se më ndjek. Unë Korçarja. Korçare, Korçare e ishtë fare. Unë jam nga Skrapari, por jam rritur në Korçë. Po. Dhe shkoj në çdo fshat të Shqipërisë. Edhe takoj njerëz, bëj dhe gallat, edhe qesh, sepse unë hallen nuk jam marr dot. E kupton? Jo. Po të paktën duke pyetur për problemet e fshatit edhe ju gacmoj kështu dhe qesh. E kupton? Për shembull me një zonjë aty u kënaqa. Ishte mirë, para se të kaloj tek zonja, po më thoje që është fshat me tradita. Shumë fshat me tradita. Shumë njerëz të ëmbël. Të ëmbël? Të ëmbël mjal. Si kush thot, të ëmbël që më tha do vish apo? Mos i mjal. Kush të ka gënjur? Ja. Mjalt Ne jesh hane nga mjalt. i tetull tash na unë. Ja mjal. Po patjetër që do ha, o zoti më. Nga duart e tua do t'i ha. Po t'ishte për kësaj nuk i haja, se më pa me inat kur erdha. Dhe shaka, se unë tani i ke bërë se që kanë shumë të nxehta. Se i preka të gjitha me dorë, se jam e pa Ju me edukat. mjaltin e ke të freskët. E keni bërë vetë apo e keni marrë në vend të sigurt? Për Ore qofshi të ëmbël gjithë jetën edhe ju aty se mbetet duke sharë. Jo, ne të ëmbël jemi. Jemi, shiko, mundet mos jetë fshati të me tradita, por ne jemi fis me tradita. Jemi familje fisniku. Nuk kemi kështu. Losh. Shkele shka. Jo. Fshati është i madh, kanë mbetur shumë njerëz? Fshati i madh. Shikon këtu tek janë këtu, jemi vetëm. Vetëm jam unë, kam edhe një kunatën time vetëm, se mua në plaku ka një 2 vjet e gjysmë që më ka lënë. Këtu kam nipi, jashtë bosh. A, që ka nikur. Ka nikur. Në shtëpi, këtu në Lalar, janë 2-3, janë shumë rrallë, që janë djemt shumë rrallë. Ja, ajo familja që pash aty unë që kishte djemt. Tek të lëza. Te fleza, po. Ajo dy çunat i ka aty. Të më tha. Në tash të paktën e ke shpirtin plot, sepse kudo janë larguar e ka nikur. Unë kam 8 fëmijë, kam vetëm këte këtu. Kjo ka shpinat i poshtë. Unë jam këtu vetëm. Nga të 8 këtë duhet ta duash më shumë se s'ka lënë vetëm. Jo vetëm s'më lemon. Tash i fëmia duhet një lloj se çil gisht presish. E di që duhet një lloj, po ky shisit ka të ri këtu. Ky po seri 2 orë, 3 orë këtu kur vler punën se ky me bakti merret edhe ka 20 orë vogël kështu. Po ku ka si nëna më? Po për të pasur un kam. Shykësh zotit kam 3 fëmijë këtu. A, i ke këtu? Nuk janë larguar që. Kam çupat. I kam një këtej kam hapur me 500 lekë vin ato, se s'janë larg, edhe këte kam këtu. Vjen pa lekë. Ata të tjerët me telefon. Ata me telefon. Ku jetojnë ata? Ku janë? 4 janë në Greqi, njëri është në Hollandë. Po shumë mirë, zoti t'ja bëjë mbar. Shëndetin mbi të gjitha, edhe ti vetë je mirë. Jo, unë gjithashtu mirë jam, se për vetë 78 vjeçe. Jam mirë. Më tej nuk e di. Je shumë mirë. Nuk je as, nuk të quaj dot plak. Plak unë quaj ata në 10 e lartë. Dhe që? Kam dëgjuar edhe në televizor që thonë që pleqëria 70 vjeç nuk kesh. Jo. Edhe 75 nuk kesh. Kur vajtë 90 thonë e. Atëherë është pleqëri, po. Si është në ditën? Trego, çfarë bën gjithë ditën? Unë punoj. Ja, kopshin që kam aty, e punoj, kam një perime, jo çik damaten, kam çik rush, specka, sharqin, kështu punoj. Ja, këtu kam një çik sallator, lule, këto lulet i kam qejfun lule. Sa e mirë ja. Nuk rin. Po pse ne të rinjt jemi dembela tani? Dembela. Kurse neve plej, ja, lulet unë, kur kisha plaku, thosh mua, po ç'a bën me këto lule? Ti ç'a ke thosh jo? Unë lodhem ti mërzitesh. Po rrije më hap aty, le të rrije. I kam qejf lulet. Bill trëndafile, sallator, i kam bill, jo, qep, hudran, do shtëpia tëra. Po. Pastaj një gojë se nxaj një ditë. Le të thot kush doj. Po s'punove sa do. Ja. Edhe pa punë nuk rrihet. Jo, u sri dot xhan mund të rri 2 orë këtu ulurme, mund të paralizohet. Se dhimbje kam. Se kemi punuar kooperativ. Keni punuar shumë. Dhe jeni më të forcën, ta dish. Më të fortë. Po sot nuk sepse puna të bën të fortë. Je gjithkohës në aktivitet. Pse nuk punojnë? Më thuaj, më bëj një krahasim brezësh. Punoj jam mësuar dembele. Po dembela po me çfarë jetojnë? Me çfarë jetojnë? Telefoni i ka bërë gjendje harbi. Telefoni i ka bërë gjendje harbi.
Ai na ka marrë qaf, ai na ka larguar nga njerëzit, ai ka bërë të ftohtë njerëzit kështu, robota. Më tha një herë nusja ime që kam greki, e 4 në nusë. Tha më normale nuk plafosim ku ulemi, pse me ditë shumë? Telefonin i lirim, sa më telefonin nuk, telefonin djali, ka që pa. Edhe se cili aty. Nuk ka mua bet, të qash një halë jo. Jo. Ishte mbledhur pardje në një ishull, një grup kështu miq, edhe atje nuk ishte val. Bëm muhabet u kënaqën. Vjen një disa çuna që organizonin këtë gjën me çadrat me këto edhe na sillin dhe internet. Sa na sollën internetin, ti shihje të gjithë ishim këto. Jo. Domethënë, një moment tham, ok, heqim telefona që të shijoja atë detin, atë qetësinë. Dhe mendoj që teknologjia jo pa qëllim është bërë nga bota, që është përparuar kaq shumë, ka avancuar kaq shumë për ta çuar njerëzimin në këtë farfeje që është ta çoj njerëzimin, po njerëzimi dohudut. Çfarë do të thotë kjo dohudut? Dohudut, punë me mos t'japish për të ngrënë. Keturia, për skauria ime. Po kush se për të ngrënë? Po, punon babaj vdes haj. Po se lë do të bab, a e lë do të atë ti pa buk? E po se lë. E po ha pra. Na jo që ka shkalluar. Se lë, sepse plus që ne kemi një rini që janë shumë të llasuar nga prindrit, sepse kanë prindrit lekë dhe ja bëjnë gjitha gati, ndërkohë që ai fëmijë del komplet i paaft. Po edhe ata që s'kan t'ja bëj gati, ai atë zanat do shikoj se ka shikon shokun. Shikon shokun. Që ka ardhë kohë e keqja ka ardhë, por unë jam gjithmonë me idenë që kohën e bëjnë njerëzit. Ata kam thënë unë, kështë disa herë që kohën e bën njeriu. Ti bëj si të duash, rri si të duash, lëviz si të duash. Po. Ama ja bën vetes. Patjetër që po. Bëj jetën si të duash, ama unë varet se si është rritur, se karakteri formohet, e kupton, familja kanë gjithë familja dakord, unë jam edhe me familje, po që çik familja shkar, do shka si. Prandaj them që nga familja fillon çdo gjë. Okej, një frase që janë dhe familje të mrekullueshme dhe janë bërë fëmijët që po ka. Shoti, siç ka dita sot ç'a them ne i prishën telefonat, siç ka dita sot, ajo rri non stop në TikTok, non stop. Storat, çfarë ka me TikTok tash? Nuk ka TikTok, ato janë kyqet e kyqeve. S'ka TikTok ti? Nuk ka me. Po ti s'ke TikTok? Unë e kam telefonin, po unë s'di ta përdor TikTok. A e ke të shkarkuar? Të di unë. Po futen TikTok, më beso që as s'ke për të dalma. Po nuk dua unë të shkoj TikTok. Nuk duhet. Po dëgjoj mua, është një botë që po fut atje vetëm shikon atje gra. Kam parë gra. Që nxjerrin komplet. Shiko se ai është e Vladim edhe ti e Vladim. Hopa lërë se nuk të lëndisë. Ha më le, po jo more, po të vërtetën po themi. Të vërtetë. Kjo doli aty, kjo si majmuni. Pa. Po ti je me burrë, ke familje, ke soje, ke rasatë të hangë të kanceri. Ta e umri. Ha. Fut... Po a shueshe? Ha, po ha pra! Po ta haj mortja. Po jetën e saj kam. Jetën e saj. Po ajo, Enver Hoxha nuk tha kot. 5 vjetë do më shanit e 3 jetën do më kërkoni. Ai kishte ato ligat e tia. Unë Enver Hoxha më ka sulmuar. Mua. Si familje. Po me sa po shoh tani thuaj, çfarë po bëhet më mirë Enver Hoxha? Po ta shik shumë fare. Fare janë lëshuar pa duar. As që janë ndjen fare. Nuk du ta dije. A që të mërshmet, jo, seriozisht. Femër t'ja lamet, femër t'ja del flet aty. Nuk e di. Po burrat. Se burri punon. Po gratë janë më të shkallur, po burri. Ka dhe burra që ka. Se më është pa te thoti? Se deti është i kri për thaj, po. Këtë pa dera s'ka. Po kush janë më shumë fajtor me nda? Unë them janë gratë. Unë them janë burrat. Jo, s'janë burrat, jo. A di pse? Se ka tolerime më shumë se çdo. Mua nuk më pëlqejnë tolerimet më shumë se duhet në një familje apo në një marrëdhënie. Shikoti, burrat kanë fajt e tyre, po gruaja e ka më mirë kështu. E prishi çik me burrin e prishi. Ti punë tënde unë punë time thotë, po kollaj. Pam, po, direkt. Po pse e bën ashtu? Po pse në atë kohë unë që rrita 8 fëmijë kooperativ. Nuk isha unë se vaj jeta s'shkon. Ne ishim pa bukë. Unë mira tuta 100 lekë këtyre, i lanja më darke se ishin bërë tërbalë, se një palë ishin e dëvini shkollë mëgjes, i thanja të soba. Në sobë të atje se ti
Jo, i di, unë i mbaj me. Edhe sobë sa ti e thash mëgjes, ja fëmijëve ti vishni prapë se një palishin. To sot nuk u vjen rana me robe. Robe plot çapu bli. Çi do më be? Lekët bu. Po kanë mi dhe blejnë. Po dhe s'ka ajo fosfati, po si mori burri azit me burri. Azit me burri. Tani nuk jam dakord edhe siç ishin gratë më përpara që i thoshin pusho. Edhe rinin kështu. Mos e bëj këtë, bëj këtë. E po me burr kam qenë unë. E po jo, tani. Ka pas edhe burrë zotrin, jam kam pas babin tim. Unë nuk e mbaj mend ta ketë ofenduar një mamin. Po pra tani. Se po flasim për një kategori, s'po themi për të gjithë. Po, ka pas që i rritnin e i bënim. Ha. Unë burri s'ka ra me gjithën e trëndafili. E po pra. Prap, nuk i justifikoj këto gra që bëjnë kështu se është turpi Zotit dhe them shqyrë Zotit që se kam mamin të tillë, sepse në moshë madhe dalin atje, i nxjerrin e përdredhin, përdorin një fjalor që nuk të bëhet të hapësh. Kështu që Më shumë s'vetë unë qanë. si ja dilin atëre që bënin shumë fëmijë edhe ne 5 jemi, po tani s'ka më, nuk bëjnë më fëmijë. Sot keni frikë bine njëj. Po nuk rritan. Nuk rritan. Është kohë e keqe tham. Jemi nuk rritë. Po mirë pa fëmijë, do pa fëmijë. Jo, pa fëmijë, larg qoftë se duam pa fëmijë. Po ti ke gjetur njëri ti ke. Unë kam vajzën 13 vjeçë, jam. Prandaj sa thash unë s'po të pyesja. Një çup ke vetëm. Mhm. Një kam. Ja kam sa gjithë bota. Po ke për njesh, do ikite për rivotse. Pse djali nuk do ikin në bje botës? Po do iki. Po ç'ke atëherë, ku i ke djem? Unë ashtu kam tete s'kam. Po ha pra, kështu që mos flisni. Po ke dynja ke bje. Të shkej kur dhe fare. Dëgjoj, më ka thënë një gjyshe shumë e mirë nga Pogradeci, se kur ma tha e shqipja kështu. I thash kam vajzën. Lere vajzën tha se ikën vajza ta, po burin ta atë, tha mishe tua, ta nuk e kanë të kotë. Burri tha se atë e ke gjithë tjetër nuk t'ikën. Po tani po ikin dhe burrat. Ikin burrë, po dhe ikin gratë. Ajo po me rrugën gruaja me... Ku po ikin gratë? Gratë ikin. Ku ikin? Ikin, ku do qefi. Ku? Pse ikin? Se ikën një grua. Po pse ikën? Ma thua e ti në këndvështrimin e burrit. Se ikën? Pa. Ka gjetur një dashur tjetër. Ja te, ikën. Vetëm për këta? Ndoshta. Qa ikin ato? Shiko ti me çupe, pse ikin ato? Ato duan e ikin. Po desh me fëmijë, un kam dëgjuar aty janë bërë të gjyshe. E vetë jera në Shkodra, në Kvaj ish martuar ajo. Jeti në Shkodra kishte martuar. Burra punojnë, janë për. Kishte martuar 2 çupa. Kishte martuar 2 çupa me fëmijë çupat, edhe gjeti atë Shkodran, edhe iku. E tha në emisionet djova. Nuk vi me unë thajre. Rjeti. E i rjeti. Mba e gruan mirë ti dhe liri llafet? Mire kam. Mba e mirë. Kam në muzekje. Edhe që thot kjo? Kam muzekjare. Edhe? Edhe sikën? Nuk ikën. Po rrë, mba e urta të e liri llafet. 28 vjet. Ka nikur edhe 30 vjet për zotin e madh. Një shëndet për gratë që janë të mira, që nuk ikin, edhe për burra që punojnë, edhe i mbajnë mirë, ndërsa ato të tjerët, gratë e burrat, po, unë dua ata që janë të rregull, që punojnë, që duan familjen. Ore, pse i përqafon ai shumë ai? Po, i kallamort janë. Mi bëj kështu, afër, se e ka fytyrën shumë fisnike. Tani, faktikisht kur e kam parë nëpër takime, më shumë, domethënë kur ka me burra s'është ajo, vjen këtë, atyre ja bën kështu. Ja bën këtu, e mban këtu edhe. Po melonin, kush e bëri melonin? Si e bën? I ul në gjunjë. Ul në gjunjë. Po zën. E respektoj shumë, Pse të hangërt moj? Ai. Pse? Ik më që do atë. Është respekt për femrën. Femrën. Një sekondë. E ul femrën, e ul femrën ashtu. Se s'kish femra tjere vetëm kjo ishte Vjollca Osmani atje. Si e ul femrën, më i ul në gjunjë ai? E po ul ai me. Respekt. Qa respekt e kishe ime? Ajo ndaloj njërë këshu ajo? E pa njërë. E pa njërë këshu e pasaj. Kjo ul në gjunjë, 2 metra i gjatë ai ul në gjunjë. Ashtë i respektuar. E di. Pse burra që ule në gjunjë e humbasin vlerën? E humbasin. Jo, janë... Ullet gruas. Po s'ka ti bëj? Do t'i ule, t'i ngrijet. Po t'i gruas.
Ma e që ka të realitet. Po ku ka burra sot aman edhe tani? A më thuaj të vërtetën, ka burra si ç'kishte përpara? Kam frikë të marrin përgjegjësi, po rri. Janë bërë femra sot punojnë fort bëjnë faltja. Me komandante. Ej, jo që të mund, burrat në atë kohë, ha një bukë në sofër ti, po ishte njëri komandante. Po sot ato janë me gjepa tërë ato çu. Ka burri makinë. Dua do. Jo, ka burri makinë, ka lek. Po pati makinë lek, e dua unë. S'pati makinë lek, se dua unë. Nuk të shohin me së. Po ashtu nuk krijohet as jeta s'kalon ashtu. Po këto që bëjnë buzët. Po lere ato që i fryjnë buzi bëjnë kancer çan. Nuk i zakajnë kancer. Jo, larg qoftë. Se janë bërë shumë. Jo, se janë bërë shumë. Po le të bëhen. Po pse edhe unë dua t'i bëj ti Jo frypa? mos i bëj. Se ti ke goxha. Po ti bëri, duhet ta frypa këtë këto. Fryje me fryje. Ose vetëm buzët, e po bëjnë cicat, e po bëjnë këto, të Po gjitha. çan nuk reven ato. E po tani duan të bëhen të bukura, le të bëhen të bukura maj. Kishin një plak të atë koneve që isha unë seret, është kështu. Po si vetë tivët ke qenë gjesh ashtu, ka çat bën boja xhiu. Se bën boja xhiu, ka boja xhin tani që i bëjnë. I bën, po ti mbatën bukurinë që ka dhënë perdia. Po mi bë edhe kemi defekte që s'na pëlqejnë, do t'i bëjmë. Mjafton të ndjehem mirë me veten. Pse çka ka? Po ne që Po ti ç'a halli keti? Ai kur e put ai burri prap, e pëlqen. Shikoti, aty bën surratat sikur ajo sinje se çka ka qenë. Po çe do ta njohësh? Po të thoshin të bëj pak buzë, ti bëja? Sa e mirë është sot. Ajo nuk i bëri kur ishte me burrin. Atëre si bënin? Shoti atëre rrini gratë të lyra atë. Rrini gratë të lyra, po unë nuk jam lyrë. Unë nuk di, kem shkuar një krem të bukur nëna. Sa? Një krem unë? Po. Sot jam 7. Tani mos ja fut kot, se dhe kremi nuk ishte turp. Nuk ishte turp, po nuk lyeja unë isha vetë. S'kishe qep. I ka qenë vetë bukur më. Prap. E bardh ishja si të vora. Si të bukur, të bardh. Burri me dashuri e ke marrë më trega. Jo, me lëndësi. Mos ja bëj, jo, se ka pas shumë që kanë marrë me dashuri. Kanë marrë atë kohë, unë e ka marrë burrin 14 vjeçë me të vogël na vetë. Unë isha 14 vjetë kur era të burri. Ua, sa e vogël. Edhe ja të janë si zonë. Vënë si ka shke shkuar mirë? Shkova mirë, rrita fëmijë. I rrita si çdeshi zoti, asnjëri s'më mori rrugë të keqe. Po, e rëndësishme. Ashtu kisha 6 dim, frikë me kisha në atë kohë. Po jo shqyr zotit, Allah binde. Allah binde. Çfarë mendon kur i vetëm? Mendoj shumë gjëra, po. Nuk po i them fare. Nuk i them. I korti se zoti tot. Nuk i them, po mendoj shumë. Takova një shumë gjëra mendoj. Një gjyshe të mirë në Delvin dhe i thash, çfarë mendon kur i vetëm? Ta mendoj burrin. Edhe them ta, sa mirë ta kisha, ta nuk kisha vetë. Burrin e mbajti ajo sa e kishte. Dik tash të rri atje ku eshe. Ja si flasin. Ta edhe mërziten ta pse ju ikin gratë. Po si ore, po i mungon më se ka kaluar jetën. Kaloj jeta, kaloj po. Po ajo e di që nuk e rikthem, po e mendon. Po patjetër pra. E mendoj shumë herë. Po patjetër që mendon. Të mungon se je vet. Edhe nuk e as ma priste mendja të rria unë vetë mi sot në të mosh. Pati sëmundje apo? Ai sëmundje ishte 18 vjetë sëmundje. Me cerozna muqia. 6 vjetë i ka mbajtur perize shumë të ndaje. Së që më tha doktori në Tiranë. Pasaj u kthyen ceroz, kur vajtën në kryet 6 vjetë, vinja 4 herë vitëm, për një analizat ati. Tha do vini të shëndeti publik, më thamë. Shumë e. Vajtëm në temë të shëndeti publik, i murëm analizat, tha i gjagja të shkëthër kronike. Tha doktori Jovan Basha. Tha i tashi tha do hash qartë të dueshte. Se perize po 6 vjetë gjellë me vajo, me kripjo. Se ishtë ceroz, mund që thoshin të që ka kancer. Po, shikjur zotit. Pasaj janë, tha i do hash dhe pa i nuk e ndëroj atë që sa doktori. Jo, dhe të tha i kështu ti mishtë leshtë, ta i nuk do hash. E santi mishtë leshtë. Ati pasaj rojti goxha, kur i ra, kështu edhe i tha, thosh më gjithmonë, thosh, mu më ka thënë Andrea Dollaku, thosh, edhe Jovan Basha do më shojnë 100 vjeç. Për nuk vdik në aceroksa. Qa thua? I ranë vesh të vogli, të vesh i mesi. Vesh i mesi, ua. Edhe punoj dhe atë ko që ishte si atë nate që shu.
Kishim pret ca drume sharne, ai mirë të i çon tek tuni çoj atij. E unë ndark i thash këtij, thash unë shumë boll tash se kemi dru plot tash. Po. Meri me i çoj lart ai. Ikti, thash unë do bëj gjellën tash. Kisha bërë një tam vogël me peshkun i hande. Kishte qenë peshkun edhe vogël, tani peshkun një god vogël me verë, një god binde kështu. Po. E bëra unë edhe që mori radion pse për mos të parë me botën. Kishte një radio dorë, atë e mante në dorë. Nuk shikon të televizor. Shikon të televizor. Edhe dilte andim atan, dilte këtu atë radion edhe çonte atë këngën e Vojsava Alice. Atë kishte qejf edhe një këngë Mërgini edhe atë këngë të thotë ajo djalja me fejuar ajo kronik sport që e Ai nuk e di. Tash unë ulin çik tash unë kështu. Ulin çik tash unë do lëm jashtë. Ulin çik tash unë se do thon po ta tash unë që na shkulin na kokën e ty. Unë jam shpejtime thënë. Pse po çpun ka po ta me mua më thon. Tash unë po shtu, se i zorën se çonte zeroj. Po. Aty. E la pasaj po. Kur i deshi qejfi aty. Ryri brenda çova bukurun hengi buk. Erdhi një herë aty te em po lanja jem. Sa më hajde do vish. Foli me çuna të tëra. Me të tërë çuna foli. Vetëm me një motër s'foli. Tash unë po nuk e more lumen më thamë të motër. Tash unë nuk po mangre ylli tash. Se jo vetë s'ka telefon. Nuk foli me te. Më tha, erdhi atje më tha më vinte Flisa Sali Berisha. E kishte qef? Po, unë të e thash unë do t'i tregoj unë të tëra të gjërat çfarë thotë ai, thash unë se s'lexonte dot. Tash unë do të them unë tash. Sa marrova punë, fshiva dur, mora atë telefonin unë edhe kompjuterin dorë, e sa do ulshi, ai pam. Në teren, në vran tam. Në vran. I thash unë, kush të vrau? S'leon, pra, një smram sobë se ka qenë 27 janar. Po. Mora këte unë i ma mori telefonat dur. Më tha më mos lajmëro asnjë se do vdes këtu fa. Thash unë jo, po s'leon vdes ishtu thash unë. Që erdhi. Po kish lajmëruar dhe çupun se kam marrë këtu në 100 vjetër. Erdhën ata me makinë. Aty një të ngritur, iku. Më tha mon sa shu se më thosh ato kote fundit, kishte një vit të tham tash mon, ti je nënë e dytë për mua tash. Në këtë moshë jam unë sot je nënë e dytë. Që kujdesesh apo? Jo se ashtu po nuk jap edhe na një kur ishte në mes bashkës ai thoshte unë. O Xhabahi. Çuj thrisem. Ha thoshte. Do pim kafe. Si dush ti? Apo ta bie ty thoshem. Pse dush ti? E bie çonja ti. Sa bukur. Nuk ishte probleme kështu që të thoshe unë dalë. Do hambu. Si dush ti thoshe. Isha ande rrinte. Po sa që ai rrush plot aty të hanin edhe qemt. Po tash unë e punoj mos tash shikoj me bëshdila, po rrush s'kam. Ja. Kështu. E i punon. Edhe iku e smuru 27 më datë. E qumë në tjerë urgjent të erdhën këta. E qumë sa gjela unë. Këtu. I gjithë nusën e tia dhe dy qunat. Morë ma të nipin aty të flezë. Tash unë qunit tash unë mere qikë të në qoj tjera i kuvajta unë thamë. Tash se nuk do vijet. Tash se nuk do vijet. Që kështu do vijet. Se nuk ashtu. Ati. Një natë erdhi e nipi, më thamë unë. Nënë thaj, se i 3 ditë në i terë në spital. Nënë thaj, do vishte shpia të tin 12 bie unë këtu. Tha një po. Ai thamë hajtë. Se më trautoni i ta. Se Gjogje thaj. Ashtu, a? Më trautona njërë tash. Unë të doktori do ta çonja 3 herë në muajt në fjerë, unë do t'i vinja vetë atje. Për çdo gjë, kur smursha një kishte dhinje. Keni qenë shumë të lidhur me njëri tjetrin. Ja, shumë. Mira këtë në telefon unë. Thosha unë babaj smur. Që vinte me kem, vinte i boti me makinë të porta. Mes natës në fjerë, në 2 në 3, si dhe halë. Sa marrëdhënie e bukur ka qenë atëre, plot respekt edhe. Nuk kanë marrëdhënie. Ja. Jo një, po shumë, janë shumë. Mundet të jenë 70-80% themona me, do jenë që janë... Brezi juaj pra, iku brezi juaj. Ju them faleminderit për këtë bisedë kaq të ngrohtë, për këto pekullat e mira të shijshme, jo, në emra. As uj, as kafe, as... Edhe si që thash për gratë, mos më shaj. Ku ka pa kujt i lejduar? Qez me s'ke jashtë. Hajde me këtu. O borin me lule, me këto të mbjellat,
E po çfarë do bëj? Edhe nuk thon lodhem, po thon jo, nuk rritet pa lodhur. Jo. Pa punë. Pa punë s'rritet. Pa punë s'rritet. Me ka pi kafen e mëngjesit. Vetëm e pi. Vetëm. Me çelta pi. Po me ndonjë Çuni më vjen komshie vonë, kështu. Me ndonjë komshie. Po ndajta në komshi. Ja kam kunat në aty unë po, ajo. Me kunatën së shillën si me komshie. S'kemi komshi këtu neve. S'keni, larg. Edhe kunatën e kam të mirë shumë. E ke të mirë? Kam zonjë. Oh, sa mirë është kur E kam zonjë. rastisin të mirë kështu sa. E shaq e mira që unë atë kam marrë shumë e vogël. Ajo më mëson të mos kushte. Do të se di, besoj po këtë javë po. Dëgja, po kënaqe që më takova. Shumë faleminderit, ase kisha, shikoti, po më hante buza sot. Aha, çfarë do të thotë kur ha buza? Do puthe me njëri tash. Do puthesh me njëri? E kam kështu. Ja të erdha. Ja, e shikoj që jam e këndshme se vita ndryshoj ditën. Faleminderit shumë. Ka gjatë të gjemë të mira të roj qupa, burri, prindër, qaket. Faleminderit, familja. Të mira pas. Dëgjoj, nuk e kisha dëgjuar ndonjëherë këtë fshati Lalara. Lalar. Lalara. Jo Lalaja, Lalar. Pse quhet Lalar? Do me thënë me sa ke dëgjuar? Sa kam dëgjuar. Unë dija unë se ka thënë Lalar. Lalar, jo Lalaj. Lalar. Lalar. Edhe u kënaqa sepse gjithë ju që kanë takuar. Po ti djalë more asnjë gon dall. Jo, se i bën dëm. I bën dëm? E kam veçaktë për zotin, a ti gjejmë dhe i nuse këta. Ja, më do bredhin keqën të gjej. Po të bredhin, pa i rigja gjithë kohës kështu ku duhet ta shoh. Ashtu s'gjen dot. Këta duan t'i shohin ti. Jo, kështu nuk gjen dot. A di si thot? Çot më ardhot po ik do të marrim qafët për shënjetën. Shoti, nuk dihet se si do të bjeri pjesa. Po pra, po nga që janë bërë kështu shumë. Nuk di si të bje pjesa. Po sikur ta mbyllin një sy edhe hajt më. Na ta mbyllin. Ja, më do rri 5 dita, ja thot. Po jemi pa. E çfarë do bëj pse? E le tua? Nuk e le. Moj vajza. Po pa të para me thasti të doa, mere. Po s'kaj. Nuk herri. I ka me qesit me tas jo. Po i fati me thasti të doa. Makinën, ta ketë gabriolet, që i thonë. Kabriolet? Si. Po tjetër qa duhet ketë? Të ketë edhe trup? Apo se shohin hiq? Ashtu bukurinë e dojë. Jeme ja, se këto që shofin makinën e kështu, asa shofin as bukurinë as moshën. Jo. Kështu që... Ashtu se shikojnë ato se, ku djova një që kishte marrë 80 vjeç ajo 30. Eshe? Ashtë ka ardhur fundi botës. Në fund ka vajtë botë. Je shumë e mirë. Faleminderit shumë. S'ka gjë, edhe unë të gjë të mirat, na kujtoni na një prapë. Sa e mirë. Faleminderit. Do jesh, të thashë nuk, mos e quaj vetëm kur plak. Miru pafshim. Do me thënë, sot kështu është zemra ime plot, duke bërë llafe pa fund, duke dëgjuar biseda të ndryshme. Sa e bukur është kur dëgjojmë për dashurinë dikur, që kanë qëndruar kaq vite bashk, edhe e kujtojnë me nostalgji jetën e tyre, dhe vetmja edhe pse kanë familjen, domethënë fëmijët, e vetmja që mungon thotë është bashkëshorti. Një bisedë fantastike. Unë nuk e di, po sikur jam, domethënë moshën e këtyre po shtatem shumë mirë, se kënaqem kur i dëgjoj edhe kur japin këshilla edhe kur bëjnë krahasime. Po e mbyll këta material. Unë e di që më doni shumë edhe unë ju dua dhe ndërkohë që mos harroni, para se të, domethënë kur përfundon video, se e di që e shihni deri në fund, bëni subscribe ju që nuk e keni bërë, sepse e kam thënë që dua ta fitoj Bastin që do t'i plotësoj 100.000 subscribe. A nuk e meritoj?